Përshëndetje miq, besoj se jeni mirë, besoj se jeni pa stres, pa agresivitet, me lumturi, problem minimale edhe lumturi maksimale. Besoj për jeta që ban na per ditë me angazhimenta, muhabbet leksh, marrëdhënie me njerëza, efekti trafikut, efekti atë stresi, qytetit, qarkullimit, gjurmat, gaz që dalin për makinave, karbon dioksida, atër shumë gjëra tjera e çaban e ban stres të vedi, hapet ankth, panik edhe dhimbje edhe shumë gjëra tjera. Kër mos më bëha asgjë, vjen një moment bllokohesh, e bahet mjegull trurit, e hapet ankthi, paniku, tanë bashk, atë rritet tension, rritet rrahje zemrës e gjithçka, e gjen veten te spitali urgjent, edhe mendon se është e kam diçka këtu, një ranim këtu te gjoksi, a thë e kam një infarkt, a thë më vjen paraliza, çka kam, edhe bash 200 incizime, 200 analiza, normal që do të bash këta, për me saktu, ka ana fiziologjike, për e harron atë pjesën edhe homostazit që trupin e garkoj shumë, nga ana menore, nga ana psikologjike. 24 orë e mënosh për problem, 24 orë mënosh për menimte negative, 24 orë e bash llogari për tanë jetën. Atëherë ç'a bëhet te trupi? Aktivizohet nervi sempatike, aktivizohet adrenalina, aktivizohet serotonina, e shumë gjëra tjera. Atëherë trupi e fillon me çu sinjale si me e ke luftë. Pse? E ke një angazhim shumë menore. Se me je faza debate. Se nuk e ke qetë trunin, domethënë. Nuk e ke lirshëm. E ban 200 llogaria, 200 gjana se me atë faza, ç'a do të më bëj, se me falimenton vjen diçka me shkapet ty, e don më marr një, atin e fillon me aktivizon veten për çdo sekond me këtë terezi, me këtë gjeni. E ç'a bëhet miq? Atë e fillon me shtrengu stomaku, zora, e kontraktohet abdominale, atëherë ç'a bëhet? E vjen një moment, nuk mund ta dash banja, pse? Sepse nuk ekziston zora, e ikje oreksi, nuk mund ta hash buk, e nihet si stres, fillon dhimbje te korrezi, fillon shumë gjëra tjera. Pse? Sepse e ke angazhu këtu. Për angazhu vetëm me negativitet. Edhe me pozitivitet, nuk ka problem. S'kelen hiç hafsi, s'kelen hiç boşluk të tru me menu. Mos me menu asgjë, me lën trunin qet. Boşluk, hafsi, edhe me qesu trupin, me aktivizu atë parasempatikin. Neyse, nuk du me dhe zgjatë shumë muhabet. Qose e ke ankth, panik, frik, edhe vazhdon si kronike. Këtë normal që do të jetosh adin një moment se na jena njeri, për me ekzistu në rreziku, do më thënë normal që do të jetosh frikën e lumturinë e shumë gjëra tjera, kjo është emocionale. Emocionet, do më thënë, por ti qose ke fenomenologji kronike, perdit, frik, ankth, menim negative, mjegull trurit, dhimbje trupi, energji poshtë, s'ke takat me basi që, atër miq, do të me aktivizu atë nervin e parasempatike, si bash këtë. Vetëm një pikë ta po të regoj, është shumë kollajshme, ka shumë gjana tjera, për ti vetën, do më thënë, normal që do të shkosh te doktori, normal që do të shkosh bash të në analiza, për ti të shpje. Qose vinë një frika edhe nuk mund të nash vetën, qose vinë një menim negative, blokon trurin, nuk mund të. Miq, 2 gishtësi për kartizën, e vesh gishtën aty, do më thënë, kartizë e këtë 2 gishtësi, e vend gishtën këtë terezi, edhe me 2 gisht e shtypesh atë. Pak krah djasës,
pak sipër poshtë, e shtypesh, e prit. Ta po një gjë është shfaqe një zejtësi të shpinë. E zejtësi, si me kanë një qarkullim gjakut, si me kanë një oksigen fresk, e nihesh, që ose ke prek atë pikën e duhur, do më thënë. E shfaqet, e vjen edhe aktivizohet. Miq, që ke ba këtë moment, këtë pikë? E ka një nerv që stimulon stomahun, zorën, e barkun abdominale, e ka një nerv solar plexus, celiac plexus, nuk e di si thonë të shqipa. Edhe ky nerv ka lidhje me nervi vagus, edhe nervi vagus e shkon te truni, e thot kur momenti i stresit truni kalon te pjesa luftës, domethënë, kalon pjesa me aktivizu nervin simpatikën edhe aktivizon nga ana nervi vagus e ky solar plexus edhe e shtrengon barkun. Edhe ti, qose e ke fillu me një gjuhë perdit, e ke ba kronike, e ke ba atër e qaban. Normal që agresivitet, frik, e han atë, do më tanë, lirin, atë qetsin. Per këtë, e ke fillu me shësu shumë pjesën e nervit. Edhe korizin, edhe këtë solar plexusin, do më tanë. Kur bash këtë veprimin me dy gisht të karthizën, dy gisht sipër e të. Një pikë ose munoj me ofru, do më thënë. Atë gjej atë pikën që prit pak i fije, edhe shfaqet një zejtësi të trupi, edhe të barku shfaqet një zejtësi, u knaqesh me atë zejtësi. Edhe të korizi, atër filon me liru trupa, filon me liru truni, e nihesh maqet vetën, avashoj edhe i fje frujmen, do më thënë, mos me si me kena atë që në momente e si vrap, edhe aktivizove nervi simpatiken, që parasimpatiken, me liru trupin. Atër e egzosh miq, kjo është një teknik, momente matë stresume, matë garkume, s'ke qaban, as s'ke koha me menu fut të gishtet i të si për kartizit, po dhe mos me pasi si me kënë, për me lezet atën, edhe prit, e të banë pak masashit, prit pak, aktivizoje, banë tapping, aktivizoje, prit pak preke të, edhe prit, a shfaqen një zejtësi të trupi. Unë për çdoherë kur prekem, e hapet shfaqet të abdominale, shfaqet të barku, shkon të gjoksi edhe shpinën e zejtësi, atër vjen qetësi. Miq, qose ky mund ta eliminojnë dhimbjen, qose e ke dhimbje të shpina, për stresit, që ke rrit niveli kortizolit, dhimbje e shpinët, për menore që ke garku vetën e ke shfaq shumë dhimbje të qafa, të midis shpatullave, të korizi, e liron miq. Unë për shembull, kur e menoj shumë, e një gjej vetën shpinën si gur, e kur baj ky veprim një shkon një zejtësi, e një gjoj lirshëm, e filon me liru. Por ky a shput drejt problemin? Nuk shput drejt problemin miq. Problemi është se do të më mendru mentalitetin. Mos me mendru mentalitetin, mos me mujt me menegju turunin, mos me mujt me menegju menimet, shko kape specialistën e matë mirë, kirurgën e matë mirë, ilaqen e matë mirë, fizioterapistën e matë mirë, doktorën e matë mirë, qatë të dush, e vazhdon prap problem. Per këta raste, per çdo lloj sëmundje, miq, ma para duhet me mendru fiksimet. Edhe këtë problem, qose jetoni me ankth, me panik, me stres, duhet me mendru këtë fiksim mentalitetin, menimin. Qose e fillon qohesh hape syt pik sabahet, paradite, edhe qose fillon me numru ku e ke borgjin, sa punë e ke pik sabahet, qose menosh për vetëm për me që me ba fjell, me që me e ti pik sabahet,
e fillon e rritesht niveli stresit e trupit edhe kortizolit, edhe ti je si me thonë në ty, si me thonë në të si, një qendër energjisë se si së gjyshe, e ti derën dark, derën not, ton ditën do të tërheqesh këta negativiteti, problemet. Atëherë miq, për çfarë thonë edhe shkenca, kur hape syt para dite, mos merr drejt telefonin. Mos fillon drejt me menu për problemet. Rri qeti fi, shif jashtë, ajër, sa bukur është. Havaja, si thonë ata ajrën, sa bukur si e kënon zogu, një gjë pak za, shife hava, ose do t'jetë edhe me rashi, ose borë, shife. Jetoj momentin. Kjo është. Ky video e kam pa, edhe për vedi, kur harrojnë njerë veden për angazhimente, për punë, edhe nuk mund të shpendash kohë për vedi, e fillon problem me ankthin, me atak panikun, atër problem të kurizi, problem të menore, atër qarkullim në gjakut, oksigenit, e shumë problem tjerë. Për këtë, inshallah, tanë bashk, mund të menagjojmë mirë trunin, mund të ndryshojmë mentalitetin, edhe jetojmë një jetë maximal quality, do më thënë standarte maksimale. Kjo është. A kam ba si video si muhabet miq, inshallah s'kam shesu juve, s'kam bezdis juve. Por e di se kush e ka merak, ose kush e ka ky hallin, e kupton shumë mirë mu, se unë e kam pas shumë vitave sëmundje për atak panikut, do më thënë si genetike, edhe problem tjera për këtë një gjon videon dhe në fund, do më thënë. Kjo jam sigurt. Kjo problemin. Edhe kam shkensu, edhe e kam jetu vetë një me një, për këtë jam, do më thënë, shumë gjanë e kam ndryshu të vetë, inshallah edhe ju mund të ndryshoni. Ditën e mirë edhe mirë pashë.